Kreu Partisë Demokratike Sali Berisha ishte i ftuar deri në konferencën ndërkombëtare Global Shi. Gjatë fjalës së tij, ai u zotua se Partia Demokratike do të vazhdojë të luftojë murin e patriarkisë. Berisha tha se në 12 vitet e fundit kanë qenë të vështira për gratë dhe vajzat shqiptare, të cilat janë përballur me pasojat e narkodiktaturës së Edi Ramës. Në konferencën ndërkombëtare, kryedemokrati u zotua se Partia Demokratike do të bëjë gjithçka për suksesin e grave dhe vajzave në vendin tonë, ndërsa komentoi edhe deklaratat e kryeministrit Rama, ku Berisha i cilsoi si një fjalor mizogenist. Kanë qenë vitet më të vështira për vajzat dhe gratë, nënat dhe motrat shqiptare, më të vështira se në çdo vend tjetër në Europë, sepse ju përballët me pasojat direkte të narkoshtetit, i cili sollin votrat tona familjare, dhunë, drogë, fatkeqësira. Edi Rama nëse u kujtohet ju, erdhin pushtet, unë tha do ndaloj lojrat e fatit. Sepse ato po krijojnë shumë probleme familjare dhe vërteta është që krijojnë. Ai jo që si ndaloj lojrat e fatit, por përkundrazi, lojrat e fatit i lshoi të gjitha në dorë të banditëve dhe u shtoi atyre drogën. Sot, a mund të imagjinoni ju, një vend që nuk kishte njohur kurrë në histori kokainën, është konsumator kryesor për frym i kokainës në Europë. Dhe kjo është totalisht pasojë e narkoshtetit. Kandidatja e Partisë Demokratike për Shkodrën Senada Mehmeti ishte përfaqësuesja vetme e grave shkodrane në konferencën ndërkombëtare Global Shi. Në fjalën e saj ajo denoncoi hapur përdorimin e grave si dekor politik, dëbimin e tyre nga puna sapo bën nëna dhe shfrytëzimin ekonomik në një sistem të padrejtë që i kthen në viktimat mungesës së mbështetjes shtetërore. Mehmeti ngriti zërin kundër përpjekjeve të qeverisë Rama për të shkatruar vlerat tradicionale dhe shenjtërinë e figurës së nënës, duke zëvendësuar me prindi 1 dhe prindi 2. Përballë një alternative që i përdor gratë si fasad, i degeneron, degradon dhe dhunon figurën e tyre, gjithashtu realizon edhe shkatërimin përfundimtar të familjes duke zëvendësuar fjalët hynore, nën dhe baba, me fjalët prindi 1 dhe prindi 2, është alternativa jonë. Kjo alternativë është alternativë pro familjes, ngritjes së dignitetit të gruas dhe forcimit të rolit të saj në shoqëri, ka një program të qartë mbi shëndetin, arsimin, familjen dhe fuqizimin e saj politik dhe ekonomik. Ndaj dhe sot ne të gjithë së bashku betohemi dhe zëtohemi përpara jush se pas 11 majit, pasi ne të vim në pushtet, do të rikthejmë dinjitetin e çdo gruaje dhe do vendosim atë në vend të parë. Na votoni neve që ne të jemi përfaqësimi juaj dhe ju të ecni me dinjitet dhe ball lart për atë çfarë ju përfaqësoni, gruan e ndershme shqiptare.